Situatat e fundit kanë shfaqur shqetësime në lidhje me mundësinë që Shtetet e Emirateve të Bashkuara Arabe të marrin nën kontroll plazhin e madh të Ulqinit, duke përfshirë investime dhe zhvillim të mundshëm të projekteve turistike. Kjo dukuri ka shkaktuar reagime të ndryshme nga ana e qytetarëve të komunës së Ulqinit, pasi shumë njerëz shohin këtë si një tentativë për privatizimin e pasurive natyrore dhe si një mundësi që mund të dëmtojë mjedisin dhe interesat lokale. Le të ndjekim se çfarë mendimesh kanë qytetarët rreth kësaj ngjarje. A i keni ndjekur seancën që është mbajtur dje në Kuvend dhe çfarë mendimi keni rreth saj? Unë nuk jetoj këtu e nuk jam, si thuhet, i njoftur me ta puni. Po mirë nuk e shoh. E mendimi juaj rreth plazheve të Ulqinit, a mendoni se do të mbrohen ato? Mendoj se ka mu mbrojt. Nëse do të realizohet protesta në Podgorica, do t'jeni dhe ju prezent? Unë nuk gjidhem këtu, nuk mund me qenë prezent, se nesër shkoj udhtoj. Na vjen Nollën të asene, nuk jam mirë i njoftu shumë me ta punë, e s'po di që me thanë ma gjatë. A keni ndjekur seancën që është mbajtur dje në Kuvend dhe çfarë mendimi keni rreth? Me siguri dje orën 2 kam në imram. Mendimi juaj rreth plazheve të Ulqinit, a mendoni se ato do të mbrohen? Me siguri dhe të mbrohen krejt në si jena, i më të i vogël dhe të mbrohen. Se krejt të shtëpia apartmana që i kena, vesh me vuqesin. Po sa i përket ligjit, a mendoni se do të votohet të martën? Me siguri dhe të votohet se krejt janë, e ka një shumicën, edhe bosnjak janë shumë poshtër, edhe shumë jam i demonizuar kërë bosnjakët. Nëse protesta do të mbahet në Podgorica, do t'jeni edhe ju prezent? Me siguri, me gjithë familje. A i keni ndjekur seancën që është mbajtur dje në Kuvend dhe çfarë mendimi keni rreth saj? Për plazhin e madhe, po e kam një qa ishtë pa regla. Lipet me menu tënë se isha e buka fukaros, krejt. Lipet gjinja me jetu, si katunari, si Ulqini, i saj e kështë. Ali ata qa bojnë, aja punë nuk vinë kur janë. E mendimi juaj rreth plazheve, a do të mendoni se do të mbrohen, nuk do të... Ja, se menoj heq. Aja ka menej si ka kënë deri tesh, kam ashtu menimin. Se ka menej si ka kënë deri tesh, ashtu ka me qëndru me ma gjatë. Nëse protesta do të mbahet në Podgorica, do t'jeni edhe ju prezent aty? Ja, s'kam kënë kur, ali me su me, si me ta zbjegu me zemër, si me kënë isto, si mos me kënë insaj e kam. A i keni ndjekur seancën që është mbajtur dje në Kuvend dhe çfarë mendimi keni rreth saj? Po mendim normal, mendim negativ, por shpresoj të që diçka kryetari, dje kam një gjunë në seancën e parlamentit që besoj që atë problem do të zbus pak. A mendoni që këto plazhet e Ulqinit do të mbrohen? Në të farë formet, përke kemi fjallin në rastin që se kalon projektja, për çka keni fjallin? A mendoni që nuk do t'i marrin plazhet e Ulqinit? Unë kam një gjuhë zotin Alabar Mram, a i theksoj që 50% ta kam e qenë tha objekte, 50% ta kam e qenë tha gjelbrim. Edhe kam e qenë tha dhe për qytetarët e Ulqinit tha, kam e qenë e lirë tha që mi shfryzu tha, edhe turistët tjerë tha mi shfryzu plazhën tha. Po sa i përket ligjit, a mendon që ka me u votu të martën? Besoj se po. Besoj se po, në qëse opozita tesh nuk e di, skeptik jam për partin që ka qenë pushtet, mendoj se aja nuk do të votojnë. Opozita besoj që komplet nuk do të votojnë këtë ligjë. Nëse protesta do të mbahet në Podgorica, do të jeni prezent edhe ju? Besoj se po. A i keni ndjekur seancën që është mbajtur dje në Kuvend dhe çfarë mendimi keni rreth saj? Mirë, inshallah nuk bëhet ashtu si kanë pas mendim. Se unë jam për mos mu bagja. A mendoni që s'do të bëhet kjo gjë, që s'do i marrin plazhet? Si të mendojnë ata, si t'ja keni ata kanë punën në dorë. E sa i përket ligjit, a mendon që ka me u mbrojt të martën ligje, që do të votohet ky ligj të martën? Shohim
e shikom si ka me qenë. Nëse protesta do të mbahet në Podgoricë, sa keni me qenë prezent edhe jo? Kam uzajnë që se kam, atë se ka kush me më qu, i pari jam atje me shku. A moje mišljenje da ti kažem, ko pita narod, ko pita sve, oni to što riješe sami, oni će to donijeti. Džabe i što sastanče i što vode brigu kao narodu, ne vodi o narodu niko brigu. Oni džabe, možeš ti da glasaš kako hoćeš, ali oni što naume to. Oni su već to završili ranije. Verujem da nije, da će ovo isto prevare narod, kao što su za sve do sad prevarili. Ne idem, ja sam čovjek 80 godina, ja ne mogu na noge da stojim, a ne idem. Radi čega? Ništa u životu što sam dobio sam za vrijeme Tita i mene je to svetinja i zdravo. A narodu poruku, narod samo da bude miran i da ima sloge među narod. A ako budemo slušali ove političare, mi nećemo jedni s drugim pričati za godinu, 2 dana, niće ko kod koga otis sa ovim načinom i sa ovim. Sigurno. A e keni ndjekur seancën që është mbajtur dje në Kuvend dhe çfarë mendimi keni rreth saj? A është mirë me marr plazhën e madhe? Ja, Si është mirë? ja. Kur marrin protestat, a keni me qenë prezent? Rasisht 100% pa. Keni një fjalë mi thon popullit për këtë dukuri? Që ishë një gjë që nuk ka fjalë. Asnjë fare se katastrofë ose një ditë muna me. Sve što bude trebalo da uradimo za naš grad, uradit ćemo. Za budućnost naše djece, za nas, za opstanak prvenstveno. Znači, bili smo jučer u Podgorici, ispratili smo sve. Sinoć do kraja anketnog odbora ispratili. Ne nadamo se ništa od države, nadamo se u pamet ljudi koji nijesu iz državnog vrha. Jer definitivno ovi iz državnog vrha pameti nemaju. Ni obraza, ni ničega što bi trebalo da imaju. A e keni ndjekur seancën që është mbajtur në Kuvend dhe çfarë mendimi keni rreth saj? Mendimin e kam inshallah pështom kësaj herë prap. Mendoni se keni mendime pozitive, domethënë edhe për këtë herë? A besoni se ka me u votu ligji të martën? Nuk di. Duket se kanë me votu, normal se kanë me votu. Nëse protesta do të mbahet në Podgoricë, a keni me qenë prezent edhe ju aty? Po. A e keni ndjekur seancën që është mbajtur dje në Kuvend dhe çfarë mendimi keni rreth saj? Seancën e kam ndjek dhe mendimin e kam shumë negativ, keq. Pra, mendoni se do të mbrohen këto plazhe? Inshallah në nimen Zoti e do t'i mbrojmë me gjithë forcën që kemi. Sa i përket ligjit, a keni mendime pozitive se do të votohet të martën? Unë kam uzaj se jo. Din me nëllë gjithçka se në këtë pushtet është shumë i pa... Nuk din njeri se si me menu, por lusim Zotin si jo. Nëse protesta do të mbahet në Podgoricë të martën, a do t'jeni edhe ju prezent aty? Me gjithë qef. Pa mislim da će to dobro dođe ovom ulicinju jer će to da napreduje na veći level. Pa imaće više turista, bit će zanimljivije, da će malo cene da se podignu, ali bit će dosta zanimljivije. Pa sve zavisi kako će da se odvija izgradnja i sad najbolje bi bilo da to podele na nekoliko plaža, da se ne uzme cela velika plaža. Pa najbolje da se uzme do Ade Bojane, od Ade Bojane da se ne dira ništa. Ada je posebna. Ja sam za da ostane ovako kao što je i da se ništa ne gradi, jer ipak plaža je lepa, ne bi trebalo da se uništava i da se gradi. Pa isključen sam iz politike, samo sport, ali s obzirom izlazeći neki video na TikTok, nisam saglasan da se, na primjer, gradi ili tako to. Samo da ostane ovako, jer ovo je lepota, biser Bojane, što bi rekli. Ja fare, por mendoj se është një padrejtësi e madhe që bëhet ndaj Ulqinit edhe ndaj qytetit të Ulqinit, pa një marrëveshje me pushtetin komunal. Mendoj se është një dëm i madh. Kena kundra investimeve, por bëhen investime të sakta dhe që pyeten edhe populli edhe komuna si mbarësi projekteve edhe të mirës e këtij qytetit tonë.
A mendoni që populli jonë do të arrijë synimin për me i mbrojt këto plazhe? Mendoj se do të arrijë në qoftë që ka një mirë kuptim ndaj në qoftë që ka mirë kuptim qeveria për të realizojë një projekt që është i shnosht për qytetin tonë edhe që është në favor popullit, qytetarëve tonë. Po sa i përket ligjit, a mendoni që ka me u votu të martën? Nuk jam kompetent për atë punë, nuk e di se çka është që thotë ajo sa i përket ligjit, por kada që është jashtë ligjit nuk është mirë që aprovohet. Nëse protesta do të mbahet në Podgorica, do t'jeni edhe ju prezant atë? Patjetër, gjithse këti kam përkrahur çka është në të mirën e qytetit tonë, popullit tonë. Faleminderit që keni gjetë kohë, një përshëndetje. Jo, a i keni ndjekur seancën që është mbajtur dje në Kuvend dhe çfarë mendimi keni rreth saj? Kam mendimin që jetë personi që demi bletë të plazha me gjetë një shtanë tu me në shqitë kërtolla e damatje edhe me në shiku për bujqësi sa e shishtë e gjatë për ti. Mendimi ju e rreth plazheve të Ulqinit, a mendoni se ato do të mbrohen? Po s'kena nevojë me mbro se ai ishte një teftikan mazi se jenë na. A besoni se do të votohet ligjit martën? Po do të votohet ligjit martën si mos me na pa ta krytin çose duhet. Kuvendi i Malit të Zi dje me 17 prill zhvilloi seancën e tensionuar ku u debatua për marrëveshjen ekonomike me Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat janë propozuar nga vetë qeveria e Malit të Zi. Mbetet të shihet se si do të vijojnë diskutimet në seancën e ardhshme të Kuvendit të Malit të Zi, që do të mbahet këtë të martë më datë 22 prill.